Shëndeti është pasuria më e madhe që mund të kemi. Mirë se vini në podcastin Shëndetin Rend Parë, e mbështetur nga United Hospital, ku flasim për çështjet më të rëndësishme që prekin jetën dhe mirëqenien tonë. Jemi në muajin tetor, muajin ndërgjegjësimit për luftën kundër kancerit të gjirit. Ky është një moment për reflektim, informim dhe solidaritet me të gjitha gratë dhe burrat që janë prekur nga kjo sëmundje, si dhe për të theksuar rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe trajtimit të duhur. E sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me doktor Ilir Kurtishi, onkolog, i cili do të ndajë me ne njohuri të vlefshme mbi sfidat, përparimet dhe mënyrat si mund të mbrohemi e të kujdesemi më mirë për shëndetin. Le ta nisim këtë bisedë, doktor Kurtishi, duke të uruar mirëseardhje. Nesër gjej. Është kënaqësi jem këtu. Faleminderit shumë për kohën që gjetët për të ardhur në podcastin ton në Shëndetin Rend Parë. Duke ditur që jemi në muajin roz, është muaji i ndërgjegjësimit. Faktikisht çdo muaj duhet të jetë muaji i ndërgjegjësimit, dhe jo vetëm muaji tetor. Mirë po, me që është muaj i shënuar, kam deren që të bisedojmë më specifikisht për sfidat që shumica e atyre që janë prekur nga kanceri i kalojnë peripecit dhe trajtimin e tyre që e bëni ju dhe kolegët e juaj në klinikën e onkologjisë në QKUK. Sa është sfiduese kjo pjesë për ju? Realisht kjo është shumë sfiduese, sikurse secila problematik tjetër, pra secila sëmundje tjetër onkologjike, jo vetëm e xhirit. Mirë po, përvoja jonë tash, disa vjeçare ndoshta, ka bërë vetën që ne sot jemi edhe me profesional, të jemi më agil dhe të jemi më të kujdesshëm në trajtimin adekuat të këtyre sëmundjeve, të cilët për fat keq akoma së bashku me sëmundjet e zemrës janë problematikat më të mëdha në botë, të cilët kanë edhe pasojat më të mëdha. Dhe meqense është vërtet një sfidë e veçantë dhe momenti kur një pacient diagnostikohet me një sëmundje të tillë, ai do të kalon një periudhë të vështirë, e cila duhet të monitorohet, të menaxhohet në mënyrën më të mirë të mundshme, pra duke përkrahur, por edhe duke trajtuar dhe duke sfiduar sëmundjen dhe duke e tejkaluar një numër i konsiderueshëm i tyre dhe pastaj duke jetuar me të si një problematikë e cila duhet vazhdimisht të jetë nën kontroll dhe të jetë e menaxhueshme. Dhe ju përmendet që është muaj tetor, pra muaj kur më shumti bëhet ose do gjatë këtij muaji flitet më shumti për këtë problematik, pra për sëmundjet e xhirit, te femrat konkretisht, meqense janë të prekur edhe mishkujt. Por edhe kjo ka filluar qysh viteve 1980-85, kur shoqëria civile në disa vende të Evropës dhe Amerikës janë mobilizuar dhe kanë pasit çfarë është situata në teren, se çfarë po ndodh me kancerin e xhirit të femrat, që po merr numër të lartë të njerëzve, dhe nga atëherë kanë ndra fonde të veçanta në mënyrë që këto fonde të destinohen për trajtim të suksesshëm të këtyre sëmundjeve. Kjo i bjen jo vetëm për trajtim, po i bjen për ndërgjegjësim, për sensibilizim dhe për një diagnostifikim korrekt të hershëm, sa më të hershëm të mundshëm të sëmundjes, edhe pastaj me një preventiv të saj, me mjekim ose kur adekuate dhe trajtim ose në raste të caktuara kur sëmundja është fazat 0-1 dhe shërim të saj. Dhe qysh nga atëherë, pra është bërë shumë, edhe bëhet shumë, Dhe vazhdon. bëhet shumë, edhe në këtë trend edhe Kosova viteve të fundit shënon një progres në trajtimin e pacientëve tanë me kancer xhirit në të gjitha aspektet, pra në të gjitha hallkat e saj, duke filluar prej diagnostifikimit, trajtimit kirurgjikal, trajtimit onkologjik që ka 2 komponent, ka trajtimin me rreze dhe me barna, trajtimit psikologjik të pacientit, monitorimit të pacientit dhe vlerësimit të më të tjershëm dhe kontrollës ose follow-up të pacientëve për një periudhë të gjatë kohore ose gjatë atij trajtimi. Fakti që muaji tetor, po themi, është muaj pink ose roz, në Kosovë ka bërë që me një screening të vrasht, pra një screening jo të
organizuar në mënyrë shtetnore, pra i cili është në fazat e adaptimit, në fazat e vlerësimit dhe pastaj ndoshta tjetësohet. Ky screening i vrasht duke nënkupton përdorimin e mamografive si rezultati i informatave nga njerëz profesionist ose udhëzimeve nga mjek familjar, mjeku i përgjithshëm, mjek specialist, informatave të marrura nga shoqatat e ndryshme që merren me ndërgjegjësim edhe informatat e tjera, do të ka bërë që në Kosovë këto 5-6 viteve të fundit, këtu ka rol edhe Instituti Kombëtar Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë, pra një farë forme me dhënien e informatave të duhura në jo vetëm muajin tetor, por muajve të tjerë, ka bërë që në Kosovë sot të gjejmë sëmundjet e gjirit në stadin e parë dhe dytë në përqindje më shumë se 50, edhe kjo tregon shenja të suksesit të diagnostifikimit të kësaj sëmundje, por që është e pamjaftueshme, meqense sëmundjet në përqindje prapë mbi 47-8% janë në stadin 3 dhe 4, kur prognoza e sëmundjes është më e keqe, kur trajtimi është më i vështirë, kur trajtimi është më i vështirë dhe me kosto më të lartë, kur suksesi i trajtimit është edhe më i varfër, edhe përkundër përdorimit të banave të sofistikuara ose metodave tjera. Kjo neve na jep me kuptuar që ne duhet të kemi një ndërgjegjësim më të madh, duhet të kemi një kujdes më të madh shëndetin tonë, edhe duhet bëjmë ekzaminime rutinore, të mos kemi frikë nga këto ekzaminime, në mënyrë që këto sëmundje të gjirit, meqense ka mundësi të zbulohen herët me një kontroll rutin, të bëhet ajo më e mira që është, dhe të bëhen kontrolla të rregullta, edhe këto sëmundje të gjirit pastaj ne ti shndrojmë në sëmundje maligne të gjirit, pa të shndrojmë në sëmundje të menaxhueshme, sëmundje të cilat mund të trajtohen në mënyrë korrekte dhe adekuate, me të cilat pacienti ose qytetari jonë mund të jetojë një kohë gjatë pa pas probleme tjera. Doktor, edhe një kronologji shumë të mirë të vedisimit të njerëzve sa i përket kësaj sëmundje. Por fillimisht pa hyrë në detaje apo specifika të profesionalizmit tuaj dhe specifikisht kësaj teme, do doja shumë që dija se ku e gjete motivin që ti hysh mjekësisë dhe pikërisht onkologjisë? Po. Më pëlqen domethënë kjo pjesa se dua të marr atë ajkën e mjekëve për t'i dhënë një mesazh studentëve apo të rinjve të cilët janë në hamendje se çfarë të studiojnë pikërisht domethënë në muajt e fillimit tyre. Po, do të si student i mjekësisë, meqense në kohën kur kemi studiuar ne kanë qenë kushte dhe rrethana tjera, ne qëllimi primar ka qenë të bëhemi mjek dhe të ndihmojmë popullit ton si mjek të përgjithshëm, entuziast, dhe ndërkohë gjatë përvojës tonë ose përvojës shkëmbimeve si student me dhe kontakte me vende tjera, unë kam pas fatin të jem në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 2002 dhe kam parë se çfarë është mjekësi moderne, mjekësi e cila ka të mirat dhe ato tjera që vinë për mjekësisë, sfidat e veta. Këne do të kem pas shumica e grupit të bëmi, ka qenë më e kapshme për ne kardiolog ose kardiokirurg, ishin profesione, sidomos kardiokirurgjia shumë defizitare për Kosovën, e kështu me radhë. Por gjatë sfidave tjera të cilët i shishim si mjek të përgjithshëm, edhe nevojave të Kosovës për mjek onkolog, ne një moment në hapet një dritare vogël kur Ministria e Shëndetësisë organizon një konkurs me specializim të onkologjisë për herë të parë, me një shtytje të madhe që bëhet prej profesor Xhavit Bisajt, i cili ishte edhe një motor për pasjen e specialistëve të rinj nga kjo lëmi, dhe ne do të e shohim se edhe do të nevoja e Kosovës do të është shumë reale për këto, dhe ishte ajo që një pjesë e specializimit të mbaronte jashtë Kosovës. Unë me disa kolegë marrim specializimin e onkologjisë dhe bëjmë dhe trajnimet e duhura, pjesën më të madhe do të jashtë Kosovës, një pjesë në Kosovë, dhe mbarojmë do të pas disa viteve këtë specializim. Nëse jo onkolog, ku e kishit parë veten? Ndoshta kisha parë veten si një internist kardiolog, po me që ashtu ka qenë edhe dëshira gjyshit tim, i cili qështë si unë, si kur kam qenë unë për 4-5 vjeçaraj,
shpesher mi vendoste stetoskopin në vesh dhe merr ke do të membranën e stetoskopit e vendoste te zemra e tij dhe thoi ke ti djali im ke me qenë doktor i zemrës. Edhe pa e pata të fat edhe do të përfundoj si ndroj jetë kur unë isha veç në hapat e parë të shkollës mesme të mjekësisë edhe do të amanetin që ma lenaj, unë e ku vazhdu, zbashku me do të dëshirën e nanës edhe prinjet babës, sidomos nanës, me që za ishte teknike e farmacisë, unë kisha kontakt me mjekësi, do të me antar tjerë të familjes, me barna dhe kështu me radhë, dhe pastaj vazhdoj studimet e mjekësisë dhe i mbaroj fakultet këto. Për ndryshe si hobi, e shisha veten nëse krahas mjekësisë të hobit luaj edhe futboll. Edhe kom pas pasion të, po, kam lujt një kohë, kam lujt edhe ndiri, kam lujt aktiv futboll. Sot në kohën e lira luani? Sot luaj po me shok, me koleg, luaj për hobi një herë një javë, një herë në 2 javë. Kjo është mirë dhe për shëndetin fizik. Absolutisht. Edhe atë mendor. Aktiviteti fizik ul riskun për smundjet e trupit njeriut gati mbi 10-15% sipas studimeve të realizuara në disa qendra në Evropë. Jo vetëm dhe smundjet mendore dhe smundjet zemrës, por edhe smundjet kancerogjene, smundjet tjera metabolike trupit tonë. Dhe gjithë sistemi jonë i organizit punon ma ndryshe kur ne bëjmë një aktivitet fizik. Përpost, asaj domosdoshëm kur ne lirohemi për disa radikaleve të lira toksike, ose qelizat tona i stimulojmë që këto produkte damshme të cilat mbesin si gjurmë në trupin tonë të shkatrohen ose qelizat makrofag tonë ti kapërdin ato dhe neve ti krijojnë qelizat tona një jetë ma të shëndetshme, një oazë e cila është e mbushur me nutrient ose materi ushqyese të kualitative dhe qelizat të ruaj jetën e vetë dhe të luaj simbiozën e vetë dhe të luaj qetësinë dhe të vazhdoj të punoj normalisht. Edhe shëndet, më thënë, ushtrimet fizike janë një nga rekomandimet që ju si doktor në përgjithësi ku a jep pri pacientëve. Patjetër, jo vetëm gjatë kohës kur pacientët na i kemi në ndjekje, në përcjellje, por edhe gjatë kohës kur ne i trajtojmë. Pra me qenë se trajtimi dhe kura onkologjike është sfiduese, nuk është e lehtë, gjatë pas javës së parë ose 2 të trajtimit ne i rekomandojmë pacientan që të kenë pak më tepër aktivitet fizik, i bie që të hesim ndoshta pak më tepër, të bëjnë disa hapa më shumë, dhe në këtë mënyrë të lirohen edhe nga produktet kemikale të cilët i marrin me gjatë mjekimit dhe këto kemikale pastaj të mos kenë efekte dëmshme ose efektet e tyre dëmshme në qelizat e shëndosha të jenë sa më të vogla dhe për këtë arsye ne rekomandojmë që ata të kenë një jetë aktive dhe të vazhdojnë do të krahas mjekimit vazhdojnë edhe në disa raste edhe punë të tyre të zakonshme të cilët ata i kanë gjatë jetës së përditshme. Mbi 20 vite përvoj pune, 15 vite në onkologji. Po, 15 vite si specialist i onkologjisë dhe gati 4 vite, 5 vite specializant, dhe disa vite rreth 20 vite përvoj pune. Për ne na duket si është ka kalu si një moment, si e hap derën me një anë. Një moment me një libër i trash dhe shumë kapituj dhe sfidat e ndryshme gjatë gjithë kësaj periudhe, po. Mesin e sfidave, a keni pasur edhe kënaqësi profesionale? Patjetër, ajo është ajo që neve na motivon dhe na sfidon dhe na jep kurajo që të vazhdojmë përpara, sidomos kur shohim njerëz të cilët jetojnë, cilët kanë një jetë të shëndetshme, po në jetën kohë dhe do të kemi atë anën tjetër, do të emocionale kur shohim familjarët e pacientëve të cilët nuk janë më dhe të cilët nuk e humbin betejën me këto, është edhe më sfiduese, është edhe më shumë e cila rrinoset në trupin tonë. Me qenë se ne jemi njerëz dhe jemi edhe pse jemi mjek, do të ajo është ana jon emocionale dhe psikologjike e cila mbetet te ne dhe gjatë disa këshillave dhe disa trajnimeve që kemi bërë ndonjëherë ne me kontakteve me psikolog kemi pasur është një fenomen i cili është prezent te ne, po cilin ne nuk e vrejmë gjatë punës sonë të përditshme që mund të kemi do të edhe shenjat e një sindromi që quhet i harxhimit ose profesionale, harxhimit do të por prapë ne do me aktivitete fizike dhe aktivitete tjera do me konsulta dhe këshilla vazhdojmë përpara gjithmonë po në shërbim të qytetarëve tanë. Pra i thash
ajo që shifet ajo kur është një satisfaksion i veçantë kur shef njerëz të cilët janë gjallë, dhe të cilët krijojnë familje, të cilët jetojnë me vitet tona, por edhe më shumë sfiduese kur shohim familjarë të cilët për fat jo të mirë, për shkak të natyrës së smundjes, themi realisht, meqense smundjet janë tilla dhe janë ndryshimet ndodhin në secilin vend të botës, meqense ne si komunitet, si popull, ndonjëherë që do të kemi edhe pritshmëri të cilat do të bazohemi edhe në edukatën tonë shëndetësore, edukatën edhe të arsimore, kështu me radhë, dhe kërkeja pritshmëritë mund të jenë më të mëdha që janë realiste, por ashtu është smundja, fati i smundjes është i tillë dhe edhe përkundër përdorimit të banave, edhe përkundër marrjes së masave të cilat mund të jenë do të adekuate, prapse prap kontakti ose smundja ka një sjellje e cila mund të jetë e paparashikueshme dhe mund të jetë sjell do thotë probleme të cilat mund t'ja dëmtojnë seriozisht do të shëndetin e pacientit dhe përfundimit të mos jetë i mirë. Doktor, diagnostikimi i hershëm, sa është i rëndësishëm tek njerëzit dhe cilat janë ato fazat e para për zbulimin e sëmundjes apo metodat e para? Diagnostikimi i hershëm është realisht çelësi i suksesit të trajtimit të kësaj sëmundje. Meqense në Evropë më shumë se 70%, 80% të femrave me kancer gjirit zbuluan stadin 0, 1 ose 2, që i bie në stad gati plotësisht të shërueshëm. Kurse në Kosovë kjo është rrit nga 30-40 në 50% dhe kjo është e pamjaftueshme. Ajo është e domosdoshme dhe kjo duhet bëhet me screening të organizuar mirë në të ardhmen në mënyrë që ne ta kemi situatën edhe më shumë në kontroll. Meqense smundja është e tillë dhe nuk jep shenja në fillim dhe duhet të kalojnë disa vite që ajo të lajmërohet, një mamografi, një ultrazë, sidomos një mamografi të femrat e moshës 40 vjeçare, të ato të cilët nuk kanë ndonjë shenjë ose nuk kanë ndonjë antar tjetër të familjes së smurë me këtë smundje, do të thotë në momentet caktuara shpëtimi i jetës. Mamografia nuk e shëron smundjen. Mamografia është një metodë imazherike me të cilën mund zbulohen ndryshime të cilët nuk mund të preken ose nuk mund të vrehen me metoda tjera, për shembull me ultrazë. Por pse mosha 40 vjeçare dhe jo nën 40 vjeç? Nën 40 është parë se nuk, nga studimet e bëra, është parë që nuk ka ndonjë benefit në gjetjen e ndryshimeve ose të themi që smundjet e më të shpeshta pas moshës 40 vjeçare. Do të pas moshës 40 vjeçare të ato të cilët nuk kanë anamnesë familjare pozitive dhe të ato të cilët nuk janë barë të disa gjeneve që quhen BRCA gjenet. Dhe sot ekzistojnë metoda gjenetike, pra BRCA screening, një test, i cili mund të bëhet te disa femra të cilët kanë antar të familjes me smundje malinje dhe ne të parashikojmë se çfarë mund ndodh me gjirin e tyre dhe me vezorët nëse këto gjene janë të pranishme dhe pastaj të udhëzojmë të marrim masat adekuate që këtë problematik ne ta prevenojmë. Kjo prevenimi bjen të marrin masa parandaluese, mjekësore, të konfirmuara, në mënyrë që të mos gjen vend smundja të zhvillohet. Edhe këto gati do të bëhen si rutinë dhe pastaj do të ketë sukses shumë të madh në prevenim të smundjes ose vonim të lajmërimit të kësaj smundje, pra smundja të mos lajmërohet mosha të reja, po njeriu kur të plaket dhe me plakjen e organizmit atë këto ndryshime mund të lajmërohen. Pra mamografia edhe një herë, kjo është arsyeja pse ajo bëhet moshë 40 vjeçare dhe kjo bëhet një herë në vit. Dhe nëse ne bëjmë një mamografi moshën 40, 41 vjeçare. Dhe nëse bëjmë prap një mamografi mbas një viti, nëse ndonjë ndryshim mund të lajmërohet në gji, ne mund ta vrejmë stadin 0 ose 1. Pra dhe në këtë rast me një intervenim të vogël kirurgjikal, ne mund të shpëtojmë jetën një femre. Qoftë ajo një motre ona, një nanë, një grua. E kështu me radhë. A ka ndonjë përkufizim sëmundja e kancerit, çfarë do të thotë kancer? Ka, është një sëmundje e cila shumëzohet, rritet në mënyrë të pakontrolluar dhe ka aftësi të dëmtoj qelizat e shëndosha të organizmit të njeriut duke i marrë materi të ushqyese
të qelizave normale duke shkaktuar mbytjen ose vdekjen e qelizave normale. Pra, ka mundësi të kaloj nga një vend i burimit, kur ka origjinën në vende tjera dhe pastaj ta shkapo. Do të është smundje e cila ka aftësi të kaloj nga një vend në një vend tjetër dhe ta shkatroj do të organizmin duke e ja marrë nutrientet e domosdoshme qelizave normale dhe duke i dëmtuar ato nga mungesa e këtyre do të materjeve ushqyese të domosdoshme për zhvillim. Në njëjtën kohë të shkaktoj do të probleme tjera në funksionin e secilit organ të organizmit ton, duke sjellur deri tek kompromitimi i punës së mushkrive, të trurit, të veshkave, të mëlçisë, zemrës së radhë. Po cilës janë faktorët që rrisin rrezikun për kancer dhe çfarë ndryshime sjellin ato në stilin e jetës? Po, do të faktorët në shfaqjen e smundjeve maline janë të ndryshëm, edhe pse ne mund të mos kemi asnjë nga këta faktorë dhe prapë të fitojmë smundje maline dhe mëse 90% të smundjeve maline mund të lajmërohen edhe pa pas asnjë faktor ne për këto smundje, qofshin këta faktor të brendshëm ose intrinzik ose të jashtëm ekstrinzik, pra faktorët e brendshëm mendohet për moshën tonë, mendohet për gjinin, edhe mendohet do të për bazën gjenetike ose ato ADN të cilën ne e trashëgojmë prej prindërve, prej nanës dhe prej babës, të cilët nuk mund të modifikohen. Pra mund të jetë trashëgues. 5% të rasteve në disa tumore, 10% që smundja është trashëguese, pra nëse një antar i familjes ngusht, pra nëse prind kanë pas smundje maline, ose në këtë rast nëse nana ka pas kancergji, vajza është e predisponuar dikun 5% me pas kancergji ose vezore në një periudhë të caktuar kohore. Por jo në të gjitha rastet. Jo në gjitha rastet, edhe nëse do që mos të... Kjo është 5%, do të 95% mund të jetë pasi të lashe, mbi 90%. Por kjo duhet konfirmohet pastaj me analiza gjenetike, me screening, dhe shifet se çfarë mund të ketë tjetër sen të ndryshëm në trupin e një femre, ose çfarë ka trashëguar ajo dhe kur mund të priten ndryshimet dhe në cilat organe ato mund të lajmërohen. Dhe do të faktor tjetër përpos këtyre faktorëve të brendshëm i kemi faktorët e jashtëm, të cilët janë të konfirmuar, të cilët dihet se mund të ndikojnë do të indirekt ose direkt në shfaqjen e këtyre smundjeve, dhe këto janë duke filluar prej konsumimit duhanit si një faktor i damshëm, shumë i damshëm i organizmit ton, i cili mund të shkaktoj kancer do të nga buza, goja, nga kaviteti oral, edhe të vazhdoj me sistemi respirator, sidomos mushkrit, edhe pastaj mund të jetë faktor provokativ edhe faktor ndërmjetësues edhe në smundje tjera maline, të lukthit, xhirit dhe organeve tjera, tubi digestiv, organeve urogenitale, por duani, nga praktika jone e përditshme dhe nga dhënat e shkencore dihet se shkakton edhe kancer fshizës urinare, mund të ketë ndikim në kancer prostatës, kancer të thash më herët do të organeve urogenitale, kështu me radhë. Pra është një prej faktorëve kancerogjen. Nuk një mosh, nuk një organ, nuk një gjini. Po, kanceri mund lajmërohet prej momentit do të kur lind njeriu realisht, po do të mu zhvillu pas një kohë, sepse nëse kemi do të tumore dhe të fëmijët, të moshat e fëmijët vegjël, ata pasi që bën fëmija disa vite, shumë herët mund të jetë edhe në mosha shumë të reja, deri kur është gjallë, do të thotë ne kemi pa pacient me kancer mosh, me që se trajtojmë adultë të rriturit, nga mosha 18 vjeçare deri në mosha shumë të shtyra 100-105 vjet, kur pacienti ka pas kancer prej asaj forme më shpesh që është të pleqt, një kancer të lëkurës për shembull, formë agresive, pastaj kancer të prostatës dhe ashtu me radhë. Pra kanceri nuk një mosh, pra dhe atakon dhe nuk një organ do të lajmërohet të gjitha organet pa përjashtim dhe mund të ketë do të kapë gjitha ato. Edhe faktor tjetër që është mund të shkaktoj do të smundje maline disa infeksione virale dhe bakteriale. Abuzimi me alkohol, një ushqim jo kualitativ ose mendohet një ushqim i pasur me yndyrna, me krip, me hidrokarburet ngopura, një ushqim i shpejt i procesuar,
pastaj një hobi jo i keq ose një shpreh i keq tjetër jona mos aktiviteti fizik, ekspozimi në kohë pa përshtatshme rrezeve të diellit, mos përdorimi i mjeteve mbrojtëse në vendin e punës, aty ku ka rrezik se mund të kemi një dëmtim të organizmit nga materiali ose nga vendi i punës ku ne punojmë, qofshin ata që punojnë me qelç ose me dru Një orar ose jo të rregullt. punës ose në vende ku ka ekspozim ndaj rrezeve X, nëse nuk përdoren mjetet mbrojtëse, kështu me radhë. Edhe ekspozimi do të thash më herët edhe ndodhje ndryshëm. Pastaj kështu te na është pak më e shprehur, po edhe vende tjera ndotja e ambientit jashtëm, do të një ndotje e cila mund të jetë shumë e lartë nga makinat, nga mos përdorimi do të i filtruzve të ndryshëm ose Termocentralet? shumica atyre do të ndozëve të jashtëm, fabrikave të cilët edhe pse sot në këtë kohë kanë filtra të cilët duhet i përmbushin standardet për zvoglim të ndotjes dhe ajo matet në përqindje dhe do të me numrin e grimcave aktive të cilët lirojnë ambientin e jashtëm, por edhe unë i thash do të në Kosovë është pak më shprehur ndoshta ndotja e ambientit me gjatë nxemjes me qymyr ose nga makinat të cilët makina nuk kanë katalizator dhe do të kemi në qarkullim makina të cilët ndoshta nuk i plotësojnë kushtet për dalje dhe këtë kjo pastaj rrit riskun e pranisë ndotësve në ambientin të cilat grimca ne i thithim dhe i marrim do t'i fusim në organizmin tonë përmes ajrit dhe pastaj këto të bëjnë problemet e tyre dhe këtë mënyrë ti kontribojnë njëra tjetrës me faktorë tjerë dëmshëm dhe të lejmojnë smundje të ndryshme në organizmin tonë ndërtohet dhe smundjet maligje. Doktor, unë nuk e përmenda në fillim që ju ashtu drejtoni dhe klinikën e onkologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Në ditët e sotme, çfarë trajtimesh të reja ka në fushën e onkologjisë që po sillin përmirësime në shërimin e pacientit? Atëherë ne përpiqemi vazhdimisht që të kemi do të trajtime të reja, trajtime të bazuara në evidencë shkencore, në guidelines ndërkombëtar dhe ku kemi qenë dhe ku jemi është dallimi shumë i madh. Kur kemi filluar ne punën në klinik, do të kanë qenë 2-3 dhoma të mjekëve, një dhomë për pacient, edhe ka qenë fluksi i vogël i pacientëve në atë kohë, me qenë se një mori e tyre janë mjeku në klinika tjera kirurgjisë, ginekologjisë interno, një pjesë e tyre jashtë Kosovës. Dhe nga atëherë deri sot klinika, edhe pse ka qenë e re në fillim, ka qenë një forme e rikonstruar, jo themi shumë e përshtatshme edhe për fluksin e madh të pacientëve të cilët janë lajmëruar me kohë. Dhe sot, sidomos viteve të fundit, 2 vite të fundit, është renovu klinika, ka një shpërndarje të pacientëve më të mirë, ka kushte shumë më të mira, më të përshtatshme. Si infrastrukturore, vendosjet pacientëve në shtretër të veçantë, një ambient shumë më i ngrohtë, i klimatizuar, i ventiluar. Barna të reja, metoda të reja të mjekimit, sidomos përdorimi i barnave shumë të mençura në trajtimin e kancerit të gjidit, barnave të veçantë si linje pa, linje 2 dhe së fundmi barnave tabletare për trajtimin e smundjes gjidit hormonal pozitive, sipas trendeve ndërkombëtare, përdorimi i metodave të reja të rrezatimit që ka rritë saktësinë dhe precizitetin dhe efektin e trajtimit me rrezet e pacientët të cilët kanë nevojë për rrezatim, do të pajisja e klinikës me 2 aparatura moderne të rrezatimit dhe një aparaturë të veçantë për rrezatim të brendshëm të quajtur brahiterapi dhe shumë shpejti edhe të një aparaturë të re të tretë me të cilën do të ngritet cilësia e trajtimit të pacientëve me kancer në nivel rajonal ndoshta edhe më lart. Dhe ne sapo kishim 2 konferenca këtë muaj dhe muajin e kaluar dhe kolegët tanë nga Shqipëria dhe Maqedonia, ku ne në fillim kemi pasur trajnime pikërisht në këto vende dhe ata na kanë ndihmuar shumë edhe në trajnimin ton, po edhe na kanë dalë ndihmë në trajtimin e pacientëve kur ne kemi pas nevojë. Ata sot ishin edhe të
kënaqur edhe shumë të kujdesshëm në atë se ne kemi mbri që ne tash të trajtojmë pacient të cilët ata na rekomandonin ndoshta nga vendet e tyre. Dhe kjo është një histori suksesi i klinikës onkologjisë, e cila do të vazhdimisht falë punës së krejt stafit në klinik, duke filluar nga personat cilët i pranojnë pacientat nga recepcioni, pastaj nga puna e jashtëzakonshme stafit infermieror, puna e mjekëve specialist në të dy repartet, e për stafi tjetër mbështet siç janë fizikant, psikolog klinik, fizioterapeut, të bëhet një punë shumë e madhe në institucion publik, si vetëm institucion i cili bën trajnimin publik të pacientëve me kancer të adultët. Doktor, duke i përmendur gjitha këto të arritura në klinikën e onkologjisë, a janë të mjaftueshme për numrin e pacientëve të cilët ju i rehabilitoni dhe i trajtoni në këtë klinikë, apo duhet edhe më shumë? Me qenë se këtë vit kemi një numër përafërsisht të njëjtë të pacientëve si vitin e kaluar, është një trend i cili është, themi, në plato, dhe ne me shumë sakrificë kemi mbri me i dalë dhe me i trajtu gjithë këto raste, por klinika ka nevojë, me qenë se është bërë edhe një hapësirë e re në shërbimin e radioterapisë, ndoshta të ardhmen të krijohen hapësira të reja, ne kemi bërë kërkesat e veçanta të shtohen akoma, hapësirat do të dhomat e veçanta të trajtimit, vendet e veçanta të përgatitjes së barnave, citostatekëve, edhe të kemi hapësira edhe më shumë, dhe staf edhe më shumë infermieror, dhe me kohë pastaj të bën edhe do të trajtime edhe më cilësore, edhe më moderne, bazuar në rekomandimet të cilët dalin dhe guidelinesat ndërkombëtar të cilët janë të veçantë për trajtimin e sëmundjeve malinje, dhe Kosova të mos ngec në këtë kuptim. Ajo që është akute, themi, ose që ka nevojë pak më shpejt, është edhe menaxhimi i rasteve terminale ose paliative, të bëhet në një formë të organizuar dhe të shpërndahen edhe në regione tjera të Kosovës, për shembull, me qenë se sot trajtimin paliativ i bie të merret onkologjia ose onkologu, edhe përkundër faktit që ne merremi me trajtimin kurativ, po të merremi edhe me trajtimin paliativ, që është një barë shumë e madhe dhe ngarkesë shumë e madhe e pacientëve tanë, e stafit për pacientët onkologjik, pra me qenë se krijohen kushte dhe krijohen disa raste, disa situata në të cilën do të pacientët të cilët janë terminal interferojnë ndoshta, ose pacientët të cilët janë në mjekim onkologjik do të kanë disa sfida gjatë trajtimit të pacientëve të tjerë paliativ. Krahasuar me vitet e mëparshme, a ka numër të shtuar të pacientëve, apo ky numër është këto 2 vite, pra viti 2024 dhe 2025, deri në muajin tetor, deri tash kur flasim, ka numër përafërsisht të njëjtë të rasteve të reja, ose incidenca është rreth 1500 pacient përmenda 9 muajve, që është një numër i njëjtë me vitin paraprak 2024, dhe mbas trendit të këtyre sëmundjeve muaj për muaj, ne mendojmë që deri fund vitit do të kemi numër prapë të njëjtë rreth 2100 raste të reja këto 2 vitet fundit, dhe tregon një farë platoje sa i përket incidencës së rasteve të reja, edhe kjo bazohet në kancerregjistrin e klinikës, dhe këto dhëna tona shkojnë në kancerregjistrin nacional, të gjitha këto dërgohen dhe raportohen në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, i cili bën grumbullimin e dhënave për tumorët malin nga gjitha regionet e Kosovës, si dhe nga institucionet publike dhe private, si dhe nga klinika tjera të cilet merren me menaxhim sëmundje malinje, pra jo vetëm nga klinika onkologjisë, por edhe nga klinikat e pediatrisë, klinika hematologjisë, të cilët trajtojnë fëmijët apo trajtojnë tumorët e gjakut, leukemi dhe limfomat apo mielomat, dhe kështu grumbullohen këto dhëna, por në bazë të asaj që ne po shohim edhe cilat kemi edhe ne do të shohim rezultatet dhe dhënat e incidencës në Shqipëri, Malzi, Maqedoni, Kosova qëndron më mirë ose në numër më pak se sa këto vende, sidomos kur është fjala edhe për Malin e Zi, që ka rreth 500-600.000 banor, dhe që ka gati 2 fish numër më të lartë të pacientëve me kancer se sa që ka Kosova.
Sa i përket moshave, cila moshë është më e prekur në 9 muajt e fundit, më shumë nëse keni ndonjë statistikë? Po, kemi edhe për 5 vitet e fundit edhe për këtë vit, për këto muajt këtij viti, mosha më e prekur është mosha ose grup mosha nga 50 deri në 60 vjet, 65 dhe pjesa tjetër grup moshat e reja, themi nga mosha 40 deri 50 kanë tendencë në ngritje, incidenca ka tendencë në ngritje ose të lajmëron disa raste në përqindje më lartë se sa viteve paraprake, të grup moshat 40 deri 50 dhe ato zakonisht të femrat, sidomos me kancer gjirit ose vezor, dhe kjo është një problematik në rritje edhe në vende tjera të rajonit dhe kjo për këtë arsye edhe ne duhet kemi kujdes më të veçantë dhe duhet kemi një kontroll ose një ekzaminim më të shpesh të organizmit ton, edhe në rastet kur shfaqen ndryshime të vogla, të bazuara, jo ndryshime të cilët mund të jenë jo signifikante, dhe në asnjë mënyrë të mos mburremi dhe të themi se ne nuk shkojmë te mjeku se s'kemi asnjë gjë. Dhe kur shkojmë te mjeku, shkojmë vonë. Simptomat e para, nëse mund t'i themi, nëse ka, që një person mund të dyshoj për ndonjë kancer në trupin e tij. Ka ndonjë simptom? Nuk ka realisht simptome, mund të ketë ndonjë çrregullim metabolik ose sindrom paraneoplastik, ndryshim në elementet gjakut, në ndonjë aktivitet ose funksion të ndonjë organi të organizmit që mund të lajmërohet, në një ndryshim në kuptim të çrregullimit punës zemrës, veshkave, të zorëve, ndonjë ndryshim në aktivitetin edhe emocional ndonjëherë, edhe në në kuptim të rënies peshë para syje, ose edhe përkundër faktit që bëjmë ekzaminime dhe nuk gjejmë ndonjë ndryshim, po mund të kemi humbje peshe në mënyrë të parasyshme, do të hulumtohet më shumë, sidomos nëse lajmërohen disa prej shenjave të cilat janë signifikante, siç është një gjakdhëdhje nga zora e trash, për shembull, duhet një detaj të shihet se çka është, apo nga organet gjenitale, ose nga sistemi urinar, ose ndonjë kollitje pazakonte shpesh, kolli thatë, i përcjellur me pshtym, sidomos ata të cilët janë duhanxhi, të personat që pinë duhan mbi 10 vite, 15 vite dhe nëse kanë koll, i cili nuk ndalet, është shenjë shumë e domosdoshme dhe shenjë signifikante dhe domosdoshme që të hulumtohet më shumë do të sistemi respirator të bën ekzaminimet e vazhdueshme derisa të gjendet edhe arsyeja e këtij ndryshimi. Dhe te persona të caktuar mund të kemi edhe ekzaminime shtesë ose simptome shenja tjera që shoqërohen me ndryshime edhe në funksionin edhe në manifestimet e jashtme qoftë të tubit digestiv, sistemit urinar, ndryshimeve në lëkurë, ashtu me radhë, të cilët realisht duhet të identifikohen, të trajtohen apo të ekzaminohen mirë detaje në mënyrë që ato të mos progredojnë dhe mos shfaqen këto sëmundje. Sa ka ndikim stresi apo aspektet psikologjike në zhvillimin e kësaj sëmundje? Nuk ka dhëna shkencore që stresi direkt ndikon në shfaqjen e sëmundjeve malinje, po ka dhëna që dihet që stresi e kompromiton funksionin normal të sistemit imun të njerëzit dhe mos puna e sistemit imun në mënyrë të duhur nënkupton mundësinë e krijimit të çrregullimeve në organizmin tonë dhe prishjes së homeostazës normale të qelizave, dhe kjo pastaj manifestohet me sëmundje të ndryshme, ndërto edhe mundësinë e shfaqjes së sëmundjeve malinje të secilit organ. Diku dëgjova që kishit thënë që aktualisht në repartin në klinikën e onkologjisë janë 3 pacient burra që po trajtohen me kancer të gjirit. Ku është dallimi i kancerit të gjirit tek burrat dhe tek gratë? A ka ndonjë dallim? Gjendra e gjirit të meshkujt zhvillohet më dobët se te femrat, po sëmundja është e njëjtë. Mirë, po ajo që dallon dhe kanceri i gjirit të meshkujt dhe te femrat është se te femrat zakonisht kanceri i gjirit mund të gjendet në stade të hershme, dhe te meshkujt për arsye se gjiri i meshkujt nuk është i zhvilluar mirë, sëmundja zakonisht gjendet në stadin e avancuar. Edhe kjo shpesh herë për shkak edhe të neglizhencës së personit i cili
tenton që smundjen ose ndryshimin të cilin ka në gjith ta minimizoj, ta neglizhoj ndonjëherë dhe të kërkoj ndihmë vetëm kur smundja bëhet e dukshme, kur smundja kompromiton funksionin me vetë asaj pjese të smur, pra edhe në këtë rast edhe të kompromitoj edhe funksionin e organizmit, po edhe të dorës, nëse lajmërohet në stat avancuar ose është në stat avancuar, dhe pastaj kjo trajtimi kërkon një trajtim pak më agresiv dhe më adekuat në kuptim të monitorimit dhe të zvoglimit ose futjes në kontroll të smundjes. Atëherë duhet ta bëjmë një muaj ndërgjegjësimit përbashkët për dy gjinit. Po, vetëm të java e grave. fundit e muajit tetor, Po. mendohet se duhet jetë java e ndërgjegjësimit për kancer të gjirit të meshkujve. Ajo është një trend në rritje që kjo t'i kushtohet edhe kujdesit e meshkujt, meqense në 100 femra me kancer të gjirit është një mashkull, dhe në Kosovë i bie që kjo përqindje është e njëjtë sikurse në vende tjera, pra rreth 450 femra me kancer të gjirit, janë 4 deri 5 burra çdo vit të cilët diagnostikohen me kancer të gjirit. Edhe tjetra është që meshkujt zakonisht janë moshave mbi 40 vjeç, ndërka që me kancer të gjirit kemi edhe femra të cilët janë më të reja se 40 vjeç. Doktor, kemi shumë ankesa të qytetarëve sa i përket barnave, pra të më thënë marrjes së terapisë që thuhet që janë shumë të shtrenjta për xhepin e qytetarëve të Kosovës. A keni ndërmarrë diçka, domethënë a keni ndërmarrë ndonjë gjë sa i përket kësaj çështje në repartin e onkologjisë që t'ua hiqni këtë barë pacientëve? Si qëndron puna e barnave? Atëherë do të klinika onkologjisë vitin e kaluar ka pasur rreth 92-3% furnizim me barna të listës esenciale dhe ka qenë kampion me vende tjera të rajonit. Ndërka këtë vit ka pas disa periudha kohore të shkurtra kur disa nga këto medikamente për arsye të cilat janë bërë publike nga menaxhmenti i SHSKUK-s kanë pas vonesa në furnizim nga operatorët për shkak disa rregullave të reja të cilat janë bërë në furnizim me këto barna. Për ndryshe, për smundjet maline, unë ju thashë më herët, përpos disa barnave, janë numër i vogël aty të cilët nuk kanë pas autorizim marketingu, të cilët ne akoma nuk i kemi bazat të thjesht bazik ilaçeve, ne kemi barna super modern, të cilët janë prezent gjatë gjithë kohës dhe pacient i marrin ato në mënyrë të zakonshme rutinore, qofshin ato terapi biologjike ose terapi e mençur, qofti imunoterapi e cila ka një kosto shumë të lartë dhe mund t'ju them që jemi vendi i vetëm i cili nuk ka sigurime shëndetësore dhe ofron këto barna, do të falas për pacientë qytetarë tanë dhe sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe pastaj gjithë pacientë shumica sipas indikacioneve, meqense indikacionet për këto barna për disa nga ta, imunoterapi janë shumë të gjëra, por ne kemi indikacione të caktuara ku këto barna merren dhe ata në mënyrë rutinore trajtohen dhe kanë një efekt shumë të lartë të ata të cilët reagojnë mirë dhe kanë një trajtim shumë të mirë dhe një prognozë pastaj shumë të mirë në një gjatësi. Dhe shpresoj shumë që reparti i onkologjisë apo klinika onkologjisë të mos ndaloj asnjëherë në dhënien e këtij kontributi kaq të madh sa i përket barnave dhe terapisë për gjithë ata pacientë që fatkeqësisht kanë nevojë. Ne po punojmë në drejtim dhe për fatin tonë të mirë do të kemi pas një mirë kuptim dhe një angazhim maksimal të Ministrisë së Shëndetësisë edhe tash edhe të kaluarën, secila qeveri Ministria e Shëndetësisë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm kur është fjala për onkologjinë, jo vetëm të adultët, por edhe të fëmijët edhe hematologjisë, dhe ajo shifet sot se ne do të kemi një klinikë e cila është moderne dhe cila duhet akoma të përmirësohet, bëhet edhe më mirë dhe të jemi një qendër e veçantë e trajtimit të këtyre problematikave. Të gjithë jemi prekur nga kjo smundje, qoftë individualisht, në familje, në shoqëri, domethënë secili e njohim nga një person i cili ka kaluar këtë fazë apo ndoshta edhe nuk është më gatiet. Doktor, nga gjitha rastet që keni përjetuar, a mund të na ndani një moment që ju ka prekur thellë në shpirt gjatë tërë viteve profesionale si onkolog? Po, realisht ne kem disa nga këta, sidomos kur është rasti kur
trajtohet ashtu që duhet dhe për moment smundja shkon keq dhe ato që mendon që do të shkonte mirë nuk është më, do të smundja është e tillë, por kemi edhe raste tjera kur fillim kemi fillu ndoshta me një skepticizëm se do të ketë efekt ilaçi. Qoshin ata, unë kom pas disa historime, disa djemë vajza të reja, por edhe personat moshët saktum, pak më në moshë të cilët ja kanë dalë në bandë dhe sot jetojnë. Dhe sot janë disa nga ta të martuar, disa janë bërgjyshër, jetojnë pasir. Doktor, unë falenderoj shumë që gjithë të kohë për të ardhur në podcastin tonë dhe për të ndarë informata shumë të mira sa i përket kësaj fushë që është specifike dhe shumë e ndjeshme tek të gjithë qytetarët, sepse tash nuk ka ndoshta familje që nuk e njeh një rast apo nuk është i prekur nga ky rast, fatkeqësisht. Ne do ta takojmë sërish. Shpresojmë të kemi sa më pak pacient, të kemi qytetarë më të shëndetshëm, të kenë kujdes më shumë, edhe ne si onkolog të kemi punë më pak, por shëndeti i qytetarëve tanë të jetë në nivel më të lartë. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte ky podcast i mbështetur nga United Hospital, ku të ftuar kisha onkologun Ilir Kurtishi. Ne do të takohemi në podcastin e radhës. Mirëmbëjtje.